Të dashur teleshikues, ju përshëndes. Po fillojmë lajmet në televizionin 4+. Çeret në Bruksel, grup kapitulli i fundit e negociatave me Bashkimin Evropian. Kryeministri Edi Rama u shpreh se nuk përfaqësojmë një parti politike, por një komb. Shqipëria del me krenari nga kjo fazë. Shqipëria dhe Bashkimi Evropian mbajtën sot në Bruksel konferencën e 7 ndërqeveritare për hapjen e grup kapitullit të fundit të negociatave bujqësia dhe kohezioni. Kjo konferencë, ku përveç kryeministrit Edi Rama, janë edhe komisionerja Marta Kos dhe ministrja daneze e punëve të jashtme, Marie Bjerre, shënon hapjen e të gjitha kapitujve të negociatave në një kohë të shkurtër prej 12 muajsh. Me këtë rast, kryeministri Edi Rama u dhuroi nga një shishe verë autentike shqiptare zyrtarëve të BE-s dhe më pas ata kanë fryrë qeririn në një tort ku ishte numri 6 sipër, në simbol të 6 kapitujve të hapura në procesin e integrimit. Kryeministri Edi Rama në fjalën e tij tha se ai nuk përfaqëson një parti apo bindje politike, por një komb i cili pati një vit të jashtëzakonshëm rrugtimi në çështjen e integrimit. Ishte diçka që dukej e pamundur dhe ishim në pikën ku pëmsoheshim me sprapsjet e me ato grushtet në stomak, por unë besoj se i gjitha i rrugtim në bëri më të fort, në bëri më të vetëdijshëm për të gjithë atë natyrë të jashtëzakonshme të gjithë këtij procesi dhe na bëri më të pjekur. Ja ku jemi sot këtu. Me atë që ishte vetëm ëndër, pak më tepër se një vit më parë, është transformuar tashmë në një plan pune, një realitet për të cilin, e me të cilin duhet punojmë në jetën tonë të përditshme. Pa fjalë formale apo protokoll, dua të falenderoj me gjithë zemër dy persona të jashtëzakonshëm në të majtën time, Mari dhe Marta. Marin për transformimin e fjalëve të presidencës daneze në vepra kur vjen fjala për zgjerimin, duke mbështetur e duke inkurajuar për të ecur përpara edhe Marta që është kampione e procesit të antarësimit të Shqipërisë, e po kështu të gjithë Ballkanit Perëndimor. Me zjarë, me një vullnet të fort që na bëm të gjithëve të ndihemi për plot energji dhe në borxh në qoftë se nuk realizojmë në kohën e duhur. Nga ana tjetër, jam absolutisht i frymëzuar nga të gjithë këta muaj dhe nga mbështetja e fortë që procesi i zgjerimit apo procesi i ribashkimit të Europës po merr. Do bëjmë gjithçka kemi në dorë. Benci përplas këmbësoren që po kalon të rrugën. 53 vjeçarja shtrohet në spital dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Aksidenti ndodhi në aksin rrugor Lushnjë-Berat. Një aksident ka ndodhur mbrëmjen e së dielës në aksin rrugor Lushnjë-Berat në afërsi të fshatit Çiflik. Një automjet T-Benz ka përplasur një kalimtare. Shqiponja Gjoshi, 53 vjeçare, është transportuar me urgjencë në spitalin e Lushnjës dhe është nën kujdesin intensiv të mjekëve fatmirësisht jashtë rrezikut për jetën. Policia dhe grupi hetimor shkuan në vendngjarje për zbardhjen e rrethanave të aksidentit. Gjithashtu policia disiplinoi trafikun. Drejtuesi i automjetit është shoqëruar në komisariat për veprimet e mëtejshme. Sipas të dhënave paraprake, 53 vjeçaria ka qenë duke kaluar nga njëra anë e rrugës në anën tjetër kur e ka përplasur automjeti. Lumi Vjosa nga Moti i Keq rrezikon të përmbyt fshatrat e qarkut Fier. Kaloi në gjendje gatishmërie pas parashikimeve për rreshje gjatë ditëve në vijim, Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit.
Punonjës specialist dhe inxhinier të drejtorisë ujitjes dhe kullimit në qarkun e Fierit kanë kaluar në gjendje gatishmërie pas parashikimeve për reshje gjatë ditëve në vijim. Sipas Evarist Koliçit, inxhinier, faza e emergjencës në të cilën ka kaluar kjo drejtori synon parandalimin dhe menaxhimin në kohë të situatave me përmbytjet nga lumi Vjosa. Zonat të banuara si Hambari, Kashishti dhe Pishporo do të jenë në monitorim të vazhdueshëm për të parandaluar vëshimet e lumit Vjosa. Për situatën e pritshme të reshjeve me intensitet lart gjatë kësaj jave, Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit Fier ka marrë gjitha masat e nevojshme në dorë, duke kaluar në një fazë alert, fazë alarmi, ku jemi gjatë 24 orëve në gjendje emergjence. Kemi marrë gjitha masat e nevojshme nëpërmjet gatishmërisë lartë nëpër hidrovore. Pasi që dihet rreth i Fierit ka 3 hidrovor në vijën bregdetare, 2 në fshatin Darzez dhe 1 në fshatin Sema, të cilën janë gatishmëri të plotë. Gjithashtu nga detyra jonë që na ngarkon për pastrimin e rrjetit kullues, kemi pastruar një volum të përgjithshëm vjetor deri tani prej 400.000 m3 aluvione të zhvendosur nga seksioni kanaleve, dhe me një gjatësi kilometrash prej 30 kilometrash për rrethin Fier. Deri tani situata është në kontroll, jemi në monitorim të vazhdueshëm për çdo situatë mundshme emergjence. Zonat më të rrezikuara cilat janë? Zonat më të rrezikuara, siç dihet tani, janë brigjet e lumenjve. Kjo është domethënë situata në rast të shtimit të nivelit ujit në lumin Vjosa. Zonat më të ekspozuara janë në fshatin Pishporo, fshatin Qerven, Kafaraj, Kashisht, Qorrush e me radhë. Ndërkohë, sistemi bonifikues në Fier është përmirësuar gjatë vitit të fundit, fal punimeve në rrjet për hapjen dhe zhbllokimin e kanaleve kullues, ka thënë Koliçi, çka ka bërë që qarku ynë prej vitesh të mos jetë më në hartën e zonave të përmbytura. Puna e matshme në periudhën e dimrit matet me një reagim, le të themi, vjetor. Pra, bëhen punime në gjithë vitin për pastrimin e kanaleve. Nuk mund të mendojmë tani që të ndërhyjmë në një objekt që kërkon një pastrim voluminoz. Pra, këto sistem kullimi i nështrohet punës një vjeçare të bërë nga Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit. Për në emergjencë të mundshme, kemi nga dishmëri fuqinë e mjeteve motorike, eskavator, kolon gjatë, për çdo rast të emergjencë të mundshme. Në qarkun e Fierit kalojnë 3 lumenj, 2 prej të cilëve Vjosa dhe Semani me prurje të konsiderueshme gjatë dimrit, ndërkohë shkumbini në rrethin e Lushnjës me gjithë sasinë e lartë të prurjeve paraqet rrezikshmëri më të ulët për mbytjesh. Moti i keq me reshje me intensitet të lartë pritet të prek vendin. Zëvendës kryeministrja Belinda Balluku zhvilloi një takim me Agjencinë Kombëtare të Mbrojtjes Civile në lidhje me masat për përballimin e situatës. Zëvendës kryeministrja, njëherësh ministre e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku, zhvilloi sot një takim koordinues me Agjencinë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, në kuadër të masave për përballimin e situatës që pritet të krijohet nga moti i keq në ditët në vijim. Sipas Ballukut, parashikohen reshje me intensitet të lartë për pothuajse 48 orë. Agravimi i situatës nga moti i keq pritet të nisë nga ora 1 e mbrëmjes nga veriu dhe të përhapet në verilindje. Për sa i përket situatës të motit, Shqipëria do përfshihet nga një front atmosferik i ulët, me reshje me intensitet të lartë dhe me shpejtësi të lartë ere gjithashtu. Pritet që kjo situatë të nisë në orët e vona të natës sonte, por nga ora 1 e mbrëmjes, pra ose në të gdhirë të datës 18, do të kemi një agravim të situatës, i cili nis nga veriu. Duke nisur nga veriu dhe më pas përhapet në verilindje, ne kemi të dhënat të cilat vijnë edhe nga Korporata Elektroenergjetike Shqiptare, që ka analizuar të gjithë situatën sigurisht për arsye të mbushjes së basenit, edhe të gjitha volumeve që do kemi dhe që do na duhet që të elaborojnë. Për këtë arsye ju bëjmë dije se duhet nisur nga data 11 nëntor, Korporata Elektroenergjetike Shqiptare ka filluar që të ulë nivelet në basenin e Komanit dhe basenin e Vallt të Tejës, për të krijuar volume të lira për gjithçka që do vinë nga prurjet anësore të prenjve, që është e pjesa më e rrezikshme për sa i përket këtyre prurjeve. Situata parashikohet që të ketë intensitet të lartë në zonën veriore dhe verilindore në reshje, që kalojnë mbi 30 mm,
në ndërkohë që edhe kozjatja e tyre në lokacionin që sapo përmenda do të jetë përthuajse 48 orë. Me një shpërndarje pastaj të zgjerë në pjesën juglindore të vendit, edhe në pjesën jugore, ku intensiteti rritet pas datës 19. Megjithatë, unë do të ndaloja vetëm për një moment, pasi të kaloj fjalën juve, do të ndaloja në situatën e fushë Shkodrës. Kanë marrë masat nga kesh për të krijuar volume në të dy basenet dhe për të mbledhur kështu ujin pa shënë nevoja që ta hapen portat. Megjithatë, intensiteti në atë zonë, pra në gjithë zonën e kaskadës, do të jetë shumë i lartë. Nga ana tjetër, duhet pasur parasysh që shikojmë një rritje të intensitetit në zonën e jugut, por më shumë në zonën e Himarës dhe të Sarandës, ndërkohë që për sa i përket zonës së Fierit dhe zonës të Vlorës, dy zona gjithashtu sensitive për sa i përket përmbytjeve për shkak edhe të shtratit Vjosës, duket që intensiteti do të jetë më i ulët. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha flet për 21 janarin para gazetarëve duke i quajtur vrasje shtetërore. SPAK konfirmon se fletëthirrja për 21 janarin ju dorëzua sot gjatë zbatimit të masës detyrim paraqitje. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ndodhi sot në SPAK, ku paraqit në zbatim të masës së sigurisë detyrim paraqitje për dosjen Partizani. Pas daljes nga SPAK, ai foli para gazetarëve për çështjen e 21 janarit, që i quajti vrasje shtetërore dhe pohoi se ishte i pari që e kishte deklaruar këtë gjë. Ai tha se edhe vendet perëndimore kanë deklaruar se Partia Socialiste kishte agjend dhune. Berisha sqaroi se nuk u paraqit për thirrjen e prokurorëve të posaçëm në lidhje me 21 janarin, pasi nuk ka marrë asnjë njoftim. Kjo çështje është hetuar dhe janë dhënë një sëri dënimesh. Për këtë çështje, Sali Berisha ka bërë deklarat në darkën e asaj nate. Nuk është thirrur asnjëherë, as dhe një herë të vetme. Përkundrazi kanë biseduar me mua të huaj, zyrtar të lartë të ndryshëm, dhe nuk ka thirrë prokuria e shtetit. Nuk më kanë thirrur asnjëherë sepse kanë patur frikë nga dëshmitë e mia. Sepse ajo ishte demonstrata më e dhunshme në historinë e vendit, dhe se ka deklarata të vendeve më të fuqishme të planetit se Partia Socialiste kishte agjend dhune. Kishte agjend dhune. Pra, agjenda e dhunës, dhe cili do që e hap në sekuencat më minimale, shef aty mira gur, duke vërshuar drejt mbrojtësve të ndërtesës, shef pluma në dritaret të ndërtesës. Zoti Berisha, Strasburgu e ka konsideruar 21 janarin si një vrasje shtetërore e pasbardhur. Çfarë është kjo ngjarje për ju? Strasburgu, Gjykata Europiane për Drejtat e Njeriut. Më fal me që ndjek këtë punë, a mos e ka konsideruar Sali Berisha vrasje shtetërore? Dakor, për pyes, të lutem, nga brenda kryeministrisë u vran protestuesit në bulevard, zoti Berisha. Një minutë, jo, shiko, do të kemi qenë në atë protestë. Për të qenë konsekuente me veten tënde, jam unë që e kam, një minutë, jam unë i pari që e kam konsideruar, që e kam quajtur pasi, më që hym në këtë pikë, pasi një herë u tha se ishte nga afër, u bë ekspertiza, tha nuk janë nga afër, se kishte një ekspertizë kirurgësh, edhe nga kirurgët, edhe kirurgu ka mbrojtë edhe 2 vite përpara atë ekspertizë. Por, ekspertiza tjetër të tregoj se ato nuk ishim tak nga afër. Dhe unë bazuar në atë, e kam quajtur vrasje shtetërore. Ndërkohë, prokuroria e posaçme ka konfirmuar thirrjen e kryetarit të Partisë Demokratike Sali Berisha për ta pyetur për dosjen e 21 janarit. Me anë të një njoftimi, SPAK bën me dije se lideri i opozitës gjatë zbatimit të masës detyrim paraqitje është njohur dhe ka nënshkruar sot urdhër thirrjen për 21 janarin. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.